Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije, ndahet nga jeta në moshë të re gazetari i njohur shqiptar. Ka ndëruar jetë gazetari i njohur Saimir Demi. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë dhe sot humbi betejën. Lajmi i trisht është bërë i ditur nga familjarët e tij. Saimir Demi është vëllai i gazetarit dhe moderatorit Enkel Demi. Për këtë lajm të hidhur ka reaguar dhe gazetari i njohur Defrime Thasani. Ai shkruan se ende nuk e beson ikjen e tij dhe ngushëllon familjarët. Telefonata e fundit më duk pesimiste, por kur nuk e besoja ikjen kaq të shpejtë të tij. Saimir Demi do të na mungoj sot duke na lënë pas pikëllimin helm që na iku nxitimthi vetëm 57 vjeç. RTS-ja është në zi ashtu si familja Demi dhe familja e gazetarëve sportiv. Sëmundja e rëndë rrëzoi njeriu që donte kaq shumë jetën, ndërsa po kaq që donte dhe çdo kush që e njohu dhe punoi me të. Ngushëllime familjes, nënës së tij fisnike, bashkëshorët e Salbanës që bëri gjithçka për jetën e tij, të vëllait Kel Demi që ishte pranë në çdo moment, djalit të vetëm Bjornit që u bë si shok dhe miqve dhe kolegëve të shumt. U presh në paqe mik dhe koleg i veçantë që me ikjen tënde do të na lësh një boshllëk të madh, aq sa plagët e çamërisë nga ti vije, shkruan me Thasani.